asnjëherë nuk është kuptuar, ose më saktë një pjesë e madhe nuk kanë të kuptuar që arti është shpreha më e sinqertë e njerëzit. Arti ka lindur nga nevoja e njerëzit për të thënë të vërtetat e veta. Arti ka lindur përpara politikës, arti ka lindur përpara qytetërimit, arti ka lindur përpara civilizimit, arti ka qytetëruar dhe civilizuar botën. Të pa filluar të ndërtohen sistemet politike, kur njeriu ishte në shpellë, pra ishte në primitivitet, s'kishte filluar të fliste mirë akoma, pikturonte në faqet e shkëmbimeve. Bënte rituale rreth zjarrit, rituale lindje, rituale gjuetie, rituale mbjellje nga i cili erdhi teatri më vonë. Kërcente rreth zjarrit, shprehte ndjenjat e tij gëzim, këndonte, lëshonte tinguj. Pra shprehte ndjesitë e veta.